Zemra një nënë shkrihet, Lulja, gruaja e Ahmedës, merr dhuratën më të bukur nga fëmia e saj. Emocion dhe dashuri pa kufi. Lulja, bashkëshortja e këngëtarit të njohur Meda, ka përjetuar një nga momentet më të ëmbla sot. Fëmia e saj i dhuroi një kartolinë të veçantë me një fotografi të tyre së bashku. Një gjest i thjeshtë, por që ka vlerën e njëhtësare për çdo nënë. Në rrjetet sociale nuk munguan komente të shumta nga fansat dhe miqtë, të cilët u preken nga kjo pamje kaq e bukur dhe e sinqertë. Kartolina realizuar me dashuri dhe kreativitet u bë menjëherë simbol i lidhjes së fortë mes nënës dhe fëmijës. Lulja nda momentin me ndjekësit e saj duke shkruar: "Kjo është dhurata më e bukur që kam marrë sot", duke treguar se ndjenja më e madhe është ajo që vjen nga zemra një fëmie. Ky gjest i thjesht por shumë domethënës i rikujton edhe një herë se momentet më të bukura të jetës vijnë pikërisht nga dashuritë, ato brenda familjes. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.